Prej atëherë kur të kam pa, une asnjëherë në jetën time nuk I kam nal videot e tua, sukur erdhe prej qiellit direkt në dorë teme. Domethënë sikur një angel. Momentin kur jam kyç në akademi, kur këna fillu 21 ditë ren meditimet, afirmimet, qysh me ndryshu fokusin. Kur I përcerit që edhe ishmi gjithmonë bashk, ishkeni ndryshim jashtëzakonisht I madh për besë, se kur jam para teje, jam ndjena shumë gruaje fuqishme, se je inspirim jemi, definitiv. Jeta jeme para se mu kyç në akademi, ka qenë, unë e hupa vetën komplet. Do me thonë, gjithmonë isha të e lyp vetën, mirë po nuk më isha me arrit kurse se të vetja ime. Momenti që më ka bo klik, ka qenë kyçja në akademi, e para, meditimi I parë. Këna fillu meditimin me ty që shtash 21 ditë. Meditimi I parë, dyqysh nuk më isha më koncentru. Dita e parë, po flas për ditën e parë. Edhe kam qenë te nana në Austri. Dita e dytë, kam fillu Valentin me qajt. Aty thash, okej. Do me thonë çdo meditim që e bëjshmi bashk me ty, me virusin, me grupën, grupa e ka fuqin. Edhe asnjëherë nuk dohet me pas frikë, se nëse ka frikë prej që ti rrugtimi, se cili person ka frikë prej vetës vetë. E kam kriju me shpirtë me zemër, aja ka ardhur se thaj ke virusi na lindu me vulën e suksesit që to që e kena. Edhe do me thonë vullë e suksesit tem ka qikja. Do me thonë pikërisht që unë kam mas meditime, mas terapive që I kam bë, kam arrit të qikja pjesë, të serumi. Së më ka interesu më për njeri gjallë për pos krejt komplet, e kam këthy fokusin të vetja jeme. Definitiv, as nuk mu ka bë vanë, ku shka ashtu menu. Dhe Valentin, kër e ku marrë, e kom qunë dhëmë. Hera e parë, unë që pa ta pregadit këto edhe ja pa ta dhonë një energji jashtëzakonshme me krejt shpirtin edhe me krejt ndjenjat e mia që është di ashtu atë dashurin që më buron, por më duket e kam një kruve qëto që më rrjedh dashuri. Edhe krejt komplet ja kom dhonë me shpirt e me zemër. Dhe më thonë, Valentina për mrena, unë e për jashta, këna me bo një kombinim të jashtëzakonshëm, edhe pasha Allahin ditën e parë kur e kam ly me durët e mia. Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje, uroj të jeni mas mirë në botë. Ne sot kemi një person këtu të mrekullueshëm, arsyeja sepse e kam marrë në intervistë këtë person është për shkak të shumë ndryshimeve dhe inspirimeve që ky person ka m'ju dhënë. Në seminar ka fol para shumë njerëzve, po ashtu edhe në retreat, edhe kam thonë okej, këto gjëra na duhet me I shpërnda edhe me njerëzit tjerë, mos me I mbajt në dhomat të ngushta sikur është një seminar ose një retreat me diku 100 veta. E menoj që duhet më shumë me dëgju zërin e grave të fuqishme, po ashtu m'ju fuqizu dhe juve, m'ju dhonë forcë për me ecë përpara, m'ju dhonë forcë ndoshta me investu më shumë në veten e juve, me punu më shumë me veten e juve, sepse vërtet ndryshimi është I mundur. Por unë po filloj me një thanje të Einsteinit që ka thonë nuk munesh me të njëjtën energji me të cilin është kriju problemi, me zgjedh ata. Kështu që duhet me bë diçka ma ndryshe, duhet me marrë një vendim, duhet me vepru ma ndryshe, duhet ndoshta me u shoqënu me njerëz jashtë rrethit tanë, që mendojnë ma ndryshe, që ndihen ma ndryshe, që kanë arrit gjana në jetë, që kanë arrit paqë shpirtërore, që janë mirë me veten e tyre. Dhe vërtet unë jam shumë e lumtur që e kemi Sheribanën këtu dhe faleminderit që ke pranuar të jesh pjesë e këtyre intervistave që ne do I bëjmë. Faleminderit që je pjesë e akademisë. Sheribana, mundesh më na tregu pak për veten, edhe më na tregu se qysh është qenë jeta jote para se ti ke fillu zhvillimin personal dhe pastaj çka ka bërë zhvillimin personal me ty. Pikës pari, përshëndetje Valentin, përshëndes, ty shumë. Edhe jam shumë emocionume për besë, se kur jam para teje, jam ndjena shumë gruaje fuqishme, se je inspirim jemi, definitiv. Jeta jeme para se mu kyç në akademi, ka qenë, unë e hupa vetën komplet.
do më thonë gjithmonë isha të e lyp vetën, mirë po nuk më isha me arrit kurse se të vetja ime. Unë jam shëribonja, jam nënë e 5 fëmijëve, jam gjyshe e 9 nipa mesave, jam bashkëshorte. Punojsha pa hile, punojsha shërbejsha gjithmonë për tjertë, ma shumë për tjertë se sa për vetën time. Do me thonë, ton kohën, ton jetën, si njeri, si shpirt, na këna ardhë në këtë jetë me jetu, mirë po, unë për vetën time, unë nuk isha kon të jetu, unë isha kon vetëm të egzistu. Këto muj me thonë, edhe gjithmonë, e thamë. Kur e kom kuptu, unë, kur më ke dalë me një video, Valentin, kam përcjell prej fillimeve tua, kur je dalë të liçeni, kam qenë shumë olt me energji, kam qenë shumë jo mirë, se thashti edhe fjallorin kena nisë me përmirësu. Edhe isha të hekurus, edhe ton kohën të hylimtu, se do më thonë kur t'jesh të hylimtu, të gjithmonë isha të hylim vetën tem dikon mirë, po nuk disha që shmë orientu njët, edhe pse i kisha gjitha, as një sen nuk e kam pas materialisht që më ka mungu. Mirë po, vetja ime po. Edhe e posh një video tonën, thash hajde Valentina Regja, mirë ball, fillove te me ato spjegimet e tua, e ndrojtne, fillimet e tua, edhe ti e rrit bashkë me nepe. Unë të përgëzoj shumë, se shumë ke bo ndryshime, dhe më thonë jena rrit bashkë. Prej atëherë kur të kam po, unë asë njëherë njëtën time nuk i kam nalë videot e tua, sukur erdhe prej qiellit direkt në dorë teme. Të më honë s'kur një angel. Edhe fillova, hajde, po filloj, u më nëjsha me meditu. Shka është meditimi, pika por nuk më isha me kop thelbin. Ku do me dalë që kjo meditim, si meditim e kisha ndëgju se edhe i falsha 5 vakte namaz, edhe si meditimi namazi është njëjtë veç dhe më hanë konceptet ndryshme. Mirë po dhe pse u falsha, me siguri ishke dhe më thonë gjuha që nuk është e junja, gjuha shqipe, që nuk më isha as njëherë mu lidh edhe me namazin. Faljo, mos u fal, as njëherë dhe më thonë nuk disha që shme gjitë vetën. Kur fillova me meditu, fillojsha edhe me tytasht, fillova një ditë mirë ball, s'disha mu koncentru, mendimat, njëna mas tjetrës, kaos. Edhe qysh ta kuptoj më jone Valentinën, qka tu desht me më thonë, ku po do me dalë, ka dishka këto, se do me thonë, pikrisht që unala, une të videot e tua, une disha që dishka qëto, se pikrisht që tu unala. Nejse, ma e përësita ditarin, e përësita edhe, do me thonë, këtë një fillim i ri, pa to me përësite i Valentin, pa i vetë su lexojke. Edhe nuk më tërjeke kur gjo, thashja ka dole se dishka ka këtu kja ka shenu, hina pe lexoj një fillim i ri, edhe faqen e parë, dytën, tretën, qëtë shumë e gjeta vetën mes rreshtave të librës, sa fillova me kajtë në zanë. Thashu, wow, historie njëjtë. Unë halo emocionona, se jam njeri shumë emocional, po absoluti prej lumëturis tashti. Dhe me thonë, e gjeta vetën, i gjeta vojzat e mija, i gjeta historien teme. Thash, wow, pikërisht jam ka ardhë, se pikërisht është e duhura. Edhe fillova tashti. Unë më në isha me meditu, por prap nuk më isha. Thash ka dole. 7 vjetë rodhazi, qysh e kam cek edhe në seminar. O bati hova, ashtoj Valentin, na e dujna këto me na nejt, mësusin, se na kanë mësu edhe me mësos. Do me thona në shkull, kur jemi shku, na e kemi pos gjithmonë dikon që na ka nejt ofër. Hajde, tashte fillova e pote në Instagram, ishke edhe hyna u kyqa live, unë menova që qaja ka me qenë një editorja që e ceke, edhe aty isha në Austrit e nona, edhe motra jeme, një maj mu kyqë në akademi,
Hina u regjistrova prej atëherit, aty e dita thelbin, se badihava shqiqa në YouTube, këtë. Të më thonë, momentin kur jam kyç në akademi, kur këna fillu 21 ditë ren meditimet, afirmimet, qysh me ndryshu fokusin, kur i përceret që edhe ishmi gjithmonë bashk, ishkeni ndryshim jashtëzakonisht i madh ka qenë kështu starti te une, ka vëjz. Edhe aty fillova për çdo ditë në akademi, ka mjaftushem informacione mrena në akademi, kur dush edhe unë si person e unë për dije, o Zot, për çdo ditë, del ke diçka tjetër. O krik trupi më shkoj ke tërqeth, halo, më shkan, apet. Edhe, o Zot, faleminderit, o Zot, që tu është vetja jeme, unë që tu pe e gjoj vetën. Ditë mas dite, moj Valentin, edhe, hajde tash te po hi në një meditim, jashtëzakonisht, kështu kisha pas fluturu krejt. U quva edhe një sfidë e ke pas një sfidë 6 muj urshe, mës mi ble 6 muj dit vetës tonë kur gjo. Edhe isha të ndëgju në Instagram, thash, wow, sa interesant që kja, për shka Valentina pikërisht që ta e ceki 6 muj dit mës mi ble vetës kur gjo. Edhe hina në sfidë, pa një, pa dy, hina në sfidë, pa shiqu se realisht na gjitha i kena në shpe. Edhe po e shaf, pikërisht po mungon mua krimi për ftyrën. Bravo shirë. Çka do me botash? Betimi është betim, edhe është fjollën. Edhe u quva, mura t'i bo do përzirje, do sene kështu vetjen, hina me studiu, hina felle ma fell të studiu, që thash t'i shka është mirë për likurën. Moj Valentin ta posh hojrin zemra jeme, ta posh hojrin, ja po ty edhe vetës. Do më thonë se gjithmonë thojna na dina vetë, pa shaz zëtin sen s'kish mi ditë. O, heq kur gja, pika por s'kish mi ditë që na morëm frym e para. As këna ditë me morë frym, as këna ditë me hangër bok, as nuk këna ditë me fol. Absolut, veç këna egzistu së këni statuj. Në regull, e murat përzimje, pe përdurjone për ftyrën teme, besova shumë, edhe mas çdo meditimit, sa heri hapsha syt, direkt shkojsha qaty. Do me thonë, si cili meditim edhe pa vedije, do me thonë nuk isha one e vedeshme pse po kyqna qaty, direkt në telefon të hylimtu, one direkt për vojrat. Edhe, ka shkojsha me nejt, komplimente për ftyrën, ti e ti bo dishka likurës tone, ti po duke shumë e re, se musha jem është 53 vjeqare. Edhe, tash okej, po mas meditime, Valentin, se as njëherë nuk isha e vedishme për mi kop këto konceptet, për shemëll ose këto sinkronat, si tash i kena mësu në akademi, folteje, virusit, që jam shumë falenderuse, pitokës të në qilë, të i të zotit që shë përdurë dhe virusit që shë pat. Edhe, mirë bëll, fillova të vojzat e mija, vojzat ftyrën katastrof me okne, me do puqra, me do sene. Edhe për e marrin tash, po provane i mam se, jo mu po mjep një komplimente, provane se do të me kondi shka e mirë. Edhe e marrën e provone sukses, fenomenal, kush e marrë këtë dritë, do me thonë, kjo dritë që ka ardhë prej Valentinës. Do me thonë, na se cili person që shimsojna na gjdo herë në akademi, se na jena dritë, na se cili kena mirësimra na vetës tonë, mirë po nuk këna ditë sefte me respektu vetën tonë, mu ullë me ndëgju vetën, me ndëgju vetën kush jena, pse egzistojna, pse jena arë në këtë botë, cili është misioni i jetës tonë. As njëherë këto pyetje vetës temë, unë personalisht nuk ja kam bra. Edhe për çdo ditë, për çdo meditim që u bëj ke Valentin, sukur ta hjeksh një thes prej shpinës, edhe që e kini barë, edhe për çdo ditë lirojsha prej kontinjerit tem në veturina, që kisha mbledh pa vedije.
Edhe sa herë që, do me thonë, lirojsha një blokad, aty u zavendësojke me diçka shumë tjerëzakonshme, që për një me nuk di njëri që shmi adhon edhe emrin, kur thëshë që është fantastike, është e veçantë, është diçka shumë e mirë, thësha, o zot, tash jam të kuptu, oj Valentin, për çdo ditë shkojsha të kuptu shumë e më shumë. Do me thonë, për çdo ditë u bëjsha versioni më i mirë i vetës time. Që kam ka një mu, krejt, mas shumëti që më ka një mu. I ndëgjojsha, thash i kam dëgju dhe para 7 vite e kam përësit ditarin, edhe më të thonë që në 2022 e kam përësit ditarin, edhe fillimi i ditarit ka qenë, s'disha shka me shkru. I shkrujsha një fjallë 2 edhe tap u blokojsha. Ta isha qysh për thetë, bre, kja shka me shkru, në 2022, me 12 parin 2022, dhe më thonë kam fillu safety në ditar. Ta ne i kom shkru 2-3 faqe, që to, edhe kam fillu me të parin 7 2023. Po e thamë realisht, se nëse e mohoj, ose nëse e raj, one apet këthejna të vetja jem, dhe më thonë nuk e shgënjaj, nuk e raj vetën time, as një herë në botë edhe as një njëri. Edhe, thashti, okej, në 2023, me të 20 të parin 2025, të e pas ditarin, edhe mos i kam him në akademi, nuk mu ka kujtu. Thashti, këto, të fillimet, bashkë du me thejtë këto detaje, dhe të fesha kom shkru, që çfarë hapësire kam lanë, dhe me thonë këto, kër e kam shënu. Shumë pak, edhe zhja zvetë që kom, hajtë, bëjt dishka. Erdha tash kër filluva, nuk më del ke veni ku me shkru. Të dja po shihet? Jo. Nuk po shihet. Nuk më del E shojmë, su paka shumë shkrimin mjafton, sa me di. Beson që nuk ku mjaftojshin fletat në ditar. Tani kam ble fletore, kam ble lapca. E undë Ka shtyni, Sheribane, shka shtyni, ku ke ai momenti ku bani aha edhe cila metod të kanë ndihmu ty mas shumë ti për me bo transformim të vetja jote. Ne do kthehemi prapë te kremat, sepse arsyeja sepse je ti në intervistë para për krejt antarëve të akademisë është sepse je edhe dëshmitare një shërimi që ka ndodhur, sepse tani po më tërqetet këtë trupi, dëshmitari në shërimit që ka ndodhur në retreat dhe ka qenë një kombinim i përbashkët i energjisë teme, terapive të mia të virusit, edhe me ty bashkë. Do më thonë, krejt bashkë kemi ndihmu një person me u shëru prej psoriazës. Dhe për do vim të kjo, po fillimisht tregom cila ka qenë metoda, ose cila ka qenë diçka që ka bo ahacet ti, ose që vërtet ka ndihmu me u transformu ma shpejt. E ceke shumë mirë, sepse dëgjimi i video në YouTube nuk ndihmon shumë nëse ti nuk fillon me punu me emocionet e tua, nëse nuk shkru, nëse nuk i ban detyrat, edhe këtë ta ka mundësu akademia. Po çka të ka ndihmu ty si person, sepse natyrisht ti ka ndihmon diçka tjetër, dhe çka ka qenë ajo që ty të ka ndihmu mas shumë ti, që ke thonë wow, ose ai momenti aha. Që ta shërë të tregoj. Momenti që më ka bo klik, ka qenë hyqja në akademi e para, meditimi i parë. Këna fillu meditimin me ty që është tash 21 ditë. Meditimi i parë, dyqysh nuk më isha më koncentru. Dita e parë, po plasë për ditën e parë. Edhe kam qenë te nana në Austri. Dita e dytë, kam fillu Valentin me qajt. Aty thash, oho, okej. Do më thonë gjdo meditim që e bëjshmi bashkë me ty, me virusin, me grupa e ka fuqin. Edhe gjdo dit, qatë shumë, e posha vetën, wow, thash mire ka Valentina, që tu ka kam blokadat, do më thonë gjatë meditime, qatë shumë kam liru blokada, qatë isha kon e musht me blokada, po tjetra shka u kon, mas shumë ti që më kanë ndihmu, do më thonë te one ka funkcionu kja, do më thonë gjithë mund të unis prej kshilave tua dhe të virusit. Me shënu prej kur kam qenë e vogël, jetën teme, prej kurit kam fillu unë me kuptu si fëmi. Kam nis me shënu Valentin për jetën tem. O, qatë shumë kam kajt. O, qatë shumë e kum përjetu. Po, qatë shumë e kam ledzu të këtërët, në mon nuk mu ka kajt.
Deri ma, do me thonë, okej, që atëherë thash, okej, mire ka Valentina, thash ti do me thonë që kjo blokad u liru. Edhe virusi pa thonë që me marë, me ledzu, me shënu, me ledzu, qatë ditë e kena pas me virusin që detyr, edhe me ledzu, edhe në fund, me kall, me bot diçka me qatë liter. Unë e morra e kalla personalisht. Tash pju liroj, faleminderit fëminia jem, faleminderit printe me, sa keni ditë keni thonë më të mirën për neve, akuza moj Valentin, sa kom bo one, sa mërmen. Po tana, zhvillimi personal, shka është me e mira, që na as vetë nuk e këna ditë që shtash se veç këna egzistu se individ, po qatë shumë ka bo mu klek, meditimi, shenimet, ditari, qysh ke thonë, qysh e spjeganti në për videot ndryshme që thu, nuk ka mundësi nëse ti shënëm për çdo ditë, pa bo ndryshime, shansë teorike nuk ka, edhe vërtet e kam vërtetu të vetja ime, që për çdo ditë unë e bona verzion maj mirë i vetës teme. Çdo ditë e për ditë unë ndryshoj diçka të vetja jeme, që më bën me u ndje jashtëzakonisht mirë. Kjo është transformim të une i shpirtit, se na si njerëz na gjitha i kim, po shka me bo që i kishmi pas sytë mshel, jo sytë e fizikut, syrin e mendjes, komplet një mjegull e madhe. Pikërisht, sot mëngjes, kur u zgjonëm, do me thonë për mu kyç në akademi që e ke bo një mrekulli tjerë zakonshme, për më naj prejk pak edhe këta telat e mëngjesit, veç që din edhe i bën këto mrekulli, edhe të falenderoj është zakonisht shumë, edhe dulan mëngjes isha me bashkëshortin të pikape, para se me mu kyç në akademi, ishke ura 5 e mëngjesit. Pja boj thash, hej, sa mërë thash, a kom bre gjithë që ke natyrë që shtë? Tha se moj men, unë tha që ke njejta është. Thash, pasha Allahin 3D është të ma qitë. Mu, thash 3D është të ma qitë. Qa që pasër që e shë natyren, qa që këfjallë për një mesi me vnu ata do dërbija me pa shumë afër, shumë këfjallë. Unë për vetën teme jam tepër e lumtur, jam tepër e knasht, jam tepër falenderuse, dhe sa të është jeta me jetu, që sa të më ka dhonë Zoti jetë me jetu, unë ka me qenë falenderuse për Valentinën, për Valentina Rexhaj, virusin e kam njoft, masi jam kyç në akademi, edhe virusi, unë e kam thonë se na kena pas, gjithë kena pas prend, po qa që kanë ditë në atë ku edhe qa që na kanë dhonë. Unë i kam gjithë dy prend dijes, zhvillimit personal, që e kam qujt me shpirt e me zemër, nana e dijes, edhe nana e zhvillimit shpirtëror, është Valentina Rexha, edhe boba jam i shpirtit, i zhvillimit personal është virusi. Do që gjithmonë e jeta nuk dihet që shka mëna, që shkëna i kena rrugët e tona, se cilina për qata dhe ina të punu. Vicat është jeta me jetu, unë e ka me qenë falenderuse, jo veç unë, pa dhe thmija me, edhe bashkëshort. Masi që jemi të fëmija, sa ka ndikur zhvillimi yt tek familjarët e tu, tek njerëzit tjerë, sa ka ndryshu ata me ty kur ti ki ndryshu energjin tane. Natyrisht se do t'jemi të gatshëm po ashtu edhe të lejojmë njerëz t'ikin për jetës tonë, këta të ka ndodhur edhe ty prap më vjen tërshethja në trup. Keni histori shumë interesante, nuk ke nevojë nëse nuk do në nda me tjerë, po ke bëni diçka që shumë njerëz nuk e kanë forcën me ba. Edhe kjo është arsye edhe pse jeti këtu, sepse jeta jonë varet prej vendimeve që na i marrim, edhe kur jemi të gatshëm me lshu, gjana për me na ardhi diçka më e mirë. Sepse shumë herë kapmi dhe menojmë se është vetëm kjo dhe nuk ekziston diçka tjetër. Po tregon ti sa ka ndiku ndryshimi yt tek familjar, tek fëmija, tek njerëzit rreth teje, qoftë ndoshta edhe negativ te dikush, sepse mund të kenë frika të ndryshme, me çka po mirret tash kjo, çka janë tash këto gjana, do të thonë unë i kam përjetuar edhe vetë, po më tregoj eksperiencën tënde. Eksperienca jam me Valentin, unë kur u kyça në akademi, am beson të mu qatë shumë, hyna une, krejt komplet u fellova, o nuk kum ka, që më hanë,
Moj me thona gjuhën tënë të poplit që s'm ka interesu më për njeri gjallë për pas krejt komplet e kam këthy fokusin të vetja jeme. Definitiv, as nuk mu ka ban kush ka ashtu menu, edhe pse na pikërisht që tu i ndëgju na për çdo herë shka po menon tjetri edhe shka po thet tjetri, na e kena hu vetën. Edhe tash qatë shumë më ka bo klek mu, kyqja në akademia, bar akademi, që është për mu ilaç i shpirtit, edhe gjithmonë kam e mit, qatë e kam këthy fokusin, krejt komplet, as nuk më ka bo më për shtypja, as mija jem, as edhe jo që si kom dasht, absolut, po kam desht me këthy kështu krejt komplet, jo për tjertë më, po mu këthy krejt komplet e vetja jeme. Po du me shtu këtu një diçka që mos me kalu, ose mos me mendu njerëzit se është egoizëm ju këthy vetës me dasht vetën, po është e nevojshme sepse raporti jonë me vetën tonë është edhe ajo që është nuk mujna me pas raport mirë me tjerë nëse nuk kena raport mirë me vetën, sepse kur jena mirë me vetën në mujna me dhonë diçka të mirë. E kur si jena mirë e rahat me vetën tonë, as me kanë as me njerëzit tjerë, sepse tjerë janë pasqyrat tona. Kjo është ajo që unë deshta me artë e ti, dhe këta e reflekton, absolut, dhe më thonë, të kam pa edhe në seminar, edhe në retreat, ti jenë fuqin tane, jenë energjin tane, ke artë e vetja jote, ke e don vetën, vetëm akti ose veprimi që ti ke ba, është një tregus që ti e don vetën, puna që ke ba me vetën, po ashtu që ke shkput njerëz nga jeta jote, tregon që vetja jote është me rëndësi, dhe disa njerëz kanë qenë deri aty, deri ta jo pik, pjesë e rrugtimit tanë, dhe janë shkput në momentin kur ti ke ndryshu energji. Definitiv po. Po shka ke me e mira moj Valentin, që apet po dalë të aja pika jeme, qysh dush le ta marrin njerëzit. Bash, edhe nuk është të mu bo ban heq. Pse? Se njerëzit nëse dojnë, se cili njeri që dënë me kuptu faktin, qka jena one ti të full, ata do të me hylimtu. Qka jena të bona, pse pethojna në qëtë fjallë, se pa marë parasysh nuk është egoizëm me dasht vetën. Apo kuptan, se gjithmonë edhe pse i na rritna me qëtë bindje, mos ta harrojna dhe qëtë pjesë. Nëse na i na dol para pasqyrës, ka dal se po të ranohësh, ka dal, po lunë. Do me thonë, nuk të kanë lënë as vetën me pa para pasqyrës. Hajde, shka pasqyrësh ma, shka jetu ba. Do me thonë, vetë besimin kejtë komplet neve për tuke. Pa vedia dhe ata, pa i akuzu, pa i gjyku, nas një formë. Tej para vitit 2024, dhe me thonë, vitin 2024, kur u kyqa në akademi, kur fillova me këthy fokusin që shtash ketë komplet e vetja jeme, ma bëjshen, tani i thersha unë e vojzat, e thersha djallin me e kam këto, i thersha vojzat, vetëm kur u mardh ke koha nditar me bonin ndryshem, u mënejsha me gjithë dishka të vetja, shka mojën e me ndryshu, që është njëherë mujt me bonin ndryshem të vetja. Ta shti pyti edhe njëherë edhe nëse ke po do sy tjerë, edhe vojzat e mija pikrish do mi lëndu, se për ma largë s'po dalëm. Tash, a kam dishka shka muj me ndryshone të vetja jam. Tamam, dy ma bënën tamam je shumë perfekt. Dy ma bënën tamam ke hup. Që ta ka ndryshoje se ti kompleta je zhduk. Tash, qëre mam, kjo zhdukja jeme, thash, kur del momi, thash ka me dollë s'kur ato pëqurkat mas shebit. Tash ka me dollë shumë e fëqeshme. Tash mës ta harrojna këta, thash se është be një arsyje edhe zhdukja jem. Deri tani, tash nashta kum pas komunikime ju shumë të mira me juve. Tash nashta ju kum lëndu pa dashje. Tash du me mledh momi vetën edhe dijen që pas na qenë e undë për qëtë dije cilën një këkna kanë të e lyp ton kuhën, ton jetën jam kanë të e lyp pikrish që ta, tash edhe momi e kom gjetë. Ju lutë në thash, mës me nëni që nana nuk ju danë, unë gjithë mund e jetë ju du. Edhe prej largë ju du, ju jeni gjithë mund zemrën teme. Mirë po du, nana një herë sejfte po du me përmirësu vetën time, sjelljet e mija, për mi ju dhonë edhe juve, se Valentin gjithë mund këna lyp dashuri prej tjerve. është mesazh shumë fuqishëm. Tu kur na me lyp sypi qorrit, ku kos qorri sy më të dhanë. Lyp sypi qorrit, kur qorri gjuna, den pa keq kuptime dhe ata që nuk e kanë pomjen e sëve,
po është një shprehje të na, një shprehje e popullit, edhe se ata e kanë syrin e mendjes, nëse nuk shupin. Mirë po, ose thojnë ana, do fjallë, për shkak kur nuk ki dashuri mjaftueshëm ti për veten tone, nuk ki me dhon kërkon, se ti njëherë dosh me pas tani me dhon, ose dosh me marr për me dhon. Anas jeltas. Edhe thash mami ka me dalë thash shumë e fuqishme. Thash edhe ju keni më konë shumë atë lumtura. Thash edhe ju kam ju përcjell thash dije. Nëse veç edhe një fjalë thash vet me ka me ful në ditë, thash çata ka me ditë thash cilën fjalë ka me ful. Thash ju me hup energji, ton kohën pa nol heqve i Valentina dhe më thonë kur nalqe me këqyr muhabetin shka thaves bashkë heqë se më s'kena thonë. Sheribone, kjo është mesazh shumë i fuqishëm për krejt nanat, që du t'jenë njëherë shembull për veten e tyre, nuk mundesh mi thonë fëmijës tanë, këqyre veten, i lumtur, fëmija të shikon, po ata shka unë e di edhe jetoj, fëmija nuk dëgjon, ai të sheh ma shumë edhe të sheh ti shka ban me veten tonë. Dhe është një mesazh që ti ja u ke dhonë fëmijëve tu, por edhe nipave, mbesave, që vetja jote është me rëndësi. Dhe nëse krejt njerëzit vinë të dashuria për veten e tyre, kanë arritë vetja është diçka shumë e fuqishme. Domethënë dhe ju jeni tu e bë këtë rjet, jeni tu e kriju. Çdo individ që punon veten ndikon edhe të tjerë. A mundesh me më thonë ti diçka për njerëzit që kanë dyshime ose kanë frikë me fillu këtë udhtim? Qysh e kishe këshillu ti ata njerëz? Unë që ata njerëz që kanë frikë, domethënë me fillu këtë rrugtim, unë për veten time jam unë kam qef me eksploru, definitiv po. Po nuk e di pikujna po kam frikë, Valentin. Nëse kam frikë për me hiqë to, ata janë të pas frikë për e vetës vetë. Se pikërisht na vetën jenë aty, tu qelbre, su kur kjo petale e drëndafilit që. Ta është e kena qëtë petale. E që drëndafel, po do me thonë. Hekja, si cilën. Do me thonë kjo, o zot, për gjdo dit puqeli, su kur kjo lule. Une për vetën time thash, jam konë, pa e akuzu fejen, se cili e ka besimin e vetë, se cili let besan, në cilën dush fej që i përket let besan, po veç i kisha këshillu, oj Valentin, let din me besu bre, pasha Allahin, pasha të madhin zot, njeri, mas shumëti, që unë kam besu në Zot gjithmonë, po nuk e kam pas lidh shmërin edhe pse i kam fol 5 vakte namaz. Pa unë keq kuptu asnjë njeri që është në rrugtimin e fesë muslimane. Vet, nane bob, haxhije, familjar, me feje krejt, edhe vet, jam fal, jam lut. Pasha të madhin Allah pikërisht ka pas të bëj gjuha se që ato afirmime cilat bëhen fejë, në fejen, dhe më thonë, në fejen muslimane, që flitet gjuha arabe, që ato su kur t'ishin kanë Shqip, krejt njerëzit kishin me besu edhe mu lidh me kryusin shumë atepër. Unë për vetën teme qatë shport, kur kam fillu Shqip, mu lidh me vetën teme, kur kam fillu afirmimet Shqip, kur kam fillu mu vedisu në gjuhën tem, pikërisht Zotim ka zgjedh mu me mpru në gjuhën Shqipe edhe Kosovare. Me pasdasht i madhi Allah, kishu mu atje në Arabi, edhe kishu fullu në gjuhën Arabe. Pikërisht edhe qaja ka qenë për shembull që unë nuk kam mujt mu lidh, se ta shti secili individ e gjon veten që aty, po kur ta gjojnë, biles fakti le ta gjojnë, le ta din që janë lidh me të madhin sa. Unë për vetën time nuk kam pas frikë, as nuk kam frikë, se e pa njohurat gjithmonë i frigon njerëzit. Mirë po na si njerëz, neve Zoti na i ka dhënë syt, na i ka dhënë durt, na i ka dhënë krejt komplet gjymtyrët e trupit, ten që lizën ma të pa njohur që na e kena në trupin tonë. Na i ka dhënë, na ka furnizu me dije, na ka furnizu me gjitha, komplet na ka fol saglam që shtojnë gjuhën e popullit. Po tash nuk mënët me ardha në tokë neve me zhdryp që të dhe me thonë, hej, që ti bëne qita ose po na me qita. Po ti qënë krejt komplet, ti qënë ty verzionet e ndryshme, zgjedhe vet. Unë për vetën tem, unë e kum gjetë vetën këtu. Fëmija me krejt komplet që to janë. Edhe asnjëherë nuk dohet me pas frikë, se nëse ka frikë prej që ti rrugtimi, se cili person ka frikë prej vetës vet.
pika e parë. Është mendimi jam, gjithmonë se mendimet e njerëzve janë të ndryshme. Që kjo është e jemja që unë kam gjetë veten me shpirt e me zemër e tham, edhe kur njëtën tem nuk mund të kush me më ndryshu, se është për 53 vjetë e kam lyp veten, kërkon nuk mujta me gjetë për pos këtu të zhvillimi personal, në vërë akademi me Valentina Reqën dhe me Virusin, me grupin e mrekullueshëm, me stafin e jashtëzakonshëm që punojnë sikur bletat. Kështu që kur don një njeri që don, na gjithmonë këna desht, po e ju mirë edukimi gjatë rritjes, ti dohesh me respektu këta, se ti dohesh, jo përse s'po deshka, vallahi po deshka një herë vetën, e kur ta du vetën tani e du edhe respektoj edhe dikon tjetër. Edhe pse ta thot një fjallë, edhe pse të lëndan, edhe pse na, vend bukës na përbi, gjona akumula, ju. Kur e kam këthy fokusin të vetja jeme, kam thonë ka dole. Nuk janë të nevojshme, nuk është kur një sen i nevojshëm, një sen shka neve nuk na bën të lumtur, na nuk kena nevoj me akumulu. Mirë po për me ardhë të këtërt na të që kjo pjesë, të që kjo pjesa qysh me dit me mbrojt vetën për mos mi akumulu gjonat, dohesh me u eduku. Edukimi është në var akademi. Edhe tashti se cilin njeri na e kena forcën e jashtëzakonshme. Thash edhe më herët na ka furnizu Zoti me të mira të jashtëzakonshme. Mirë po, na dohet valloj vetë, sa i s'po shdrypke për neve sen me bo. Merë, shkruj, edukab, ledza, zhvilloje syrin e mendjes, zhvillop, edhe vjen te e duhura për vetën tane. Unë për vetën tame jam shumë falenderuse. Ju qesha qika moj Valentina, gjdo video tonën që delke, atë në WhatsApp, ojna ngane, moj ngane. Se atëherë nuk isha, hala pahin akademi, nuk isha e vedeshme, që është funksionan, se njeri do të më konë gati për me marë, do më thonë për më kyç. Oj mam, ne unë atë ke këqyri veti vetë, na i këqyru më gjermanesht, pa jeni ti këqyru bile gjermanesht, apo më qani dishka ju shkajni të ngu gjermanesht? Faktikisht, adhen këto që janë rritë këto, normal që i kanë gjuhën malet e kopin, s'kur na Shqipen. Tashti e këzuna është në akademi, falenderoj shumë, se do më thonë, unë e kum vizualizu, edhe e kum manifestu, edhe aja vetë. Edhe ja ke bodhorat kursin e akademisë, edhe qatë shumë u kone ljumëtur. Po kur mu bota ashti krah edhe e gëzuna, për shemull, vojza ime, kur mu baba ja krah, tashti jena dy forca, do më thonë dy krah, edhe po e shohin edhe tjertë, wow, ka doli se këtu kanë gjitë dishka, këtu gjithmonë po ndryshojnë të vetja vetë, se e din temperamentin që kena pas ma herët, dhe me thonë, edhe tashti qëtësia që po mbretnan mrena neve. Nuk pi marrim senet, do me thonë sukur era. Se gjithë shka është e mirë për neve, që aja i ka dyrë të qelsen, atë që Valentina e kena po zemrën sukur dyrë të autobusit. Të rap dyrë të autobusit, gjithë kosh aty tapë në kryet venit. Ullë, po tasht këna fillu me zxerë. Kush do të me hi këto, edhe kush ju. Kush e meritan me kanë qëto, dhe të rrenë, kush nuk e meritan. Gjoje, ku të pranon që është paftes. Edhe kjo shumë një mrekulli për bes, one, o Zot, falemderit gjithmonë e jetë si quna. Durt ka qeli, o Allah, falemderit për këtë të mira, o Zot, falemderit. Jam shumë e lumëtër, jam ester lumëtër. S'po ditë që shumë ta spiku. Sheribane, unë e kam ndje shumë momentin kur e ke manifestu, natyrisht ma ke tregu, dhe më thonë, ke bërë të manifestime, unë vetëm po du shkurtimisht një thonë njerëzve që X manifestime që mi ka dëshmu me shkrime Sheribania, e disa prej tyre kanë ndodhë edhe në retreat, ku e ke shënu që njerëzit do paraqiten vetë për projektin tanë për krim, po menoj për serumin që ti ke përzidjet që ti ke bo që kanë po mrekulli të shumë njerëz, unë kanë po shumë fotografi si kanë qenë dhe si janë tash. Po mrekullia që ka do sepse dishta me dalë të kjo, se po i vim fundit të intervistës, një intervist shumë e fuqishme e di se kanë me shiku mia njerëz, dhe e di se kanë mu inspiru shumë prej teje, prej historisë tane, prej zhvillimit tanë që ke bo, si një nanë, si një gjyshe, edhe
Një mrekulli që e kemi përjetu të gjithë në retreat, ka ndodhur disa mrekulli aty, por një prej tyre ka qenë në bashkëpunim bashkë me ty, ku me gjitha terapit dhe po ashtu me vajrat e cilat ti ja ke dhënë një person pas 16 viteve është shëru nga psoriaza. Kemi pa çdo ditë, natyrisht mua ma keni tregu ditën e tretë ose të katërtën, mi ka tregu se çka është të ndodh, i kam thënë maj edhe pak për vete, mos ta tregoj më njerë, ditën e fundit ajo ka dalë vetë, edhe ka tregu që jam të ushëru komplet, dhe para 2 ditëve unë e marrë një fotografi prej saj, thash, wow, mrekulli, puna asaj, po ashtu është edhe ajo në akademi, për pas asaj e ka shëru edhe një tomar, por natyrisht ti e din se shka ndodh në retreat dhe çfarë fuqie, çfarë energjie ka retreati, çfarë mrekullie është, edhe unë vërtet të falenderoj pafundësisht që ti ke qenë po ashtu një dëshmitare edhe pjesëtare, edhe ndihmëse e shërimit te atij personi. Edhe te saj ma ke tregu po ashtu shkrimin që ti e ke bë, ne jemi tu e bërë çdo ditë shkrimin e realitetit paralel në programin që kemi, dhe ti tani e din, krijon vetëdijshëm dhe je tu kriju shumë gjëra vetëdijshëm. Unë e di se ti keme pas shumë sukses me serumin tanë, nuk dyshoj as pak, sepse ti çdo herë e ma fuqishme po bësh, çdo herë e ma e mirë po bësh në ata çka ti je tu dhënë për të mirën e tjerëve, sepse ne të gjithë shërbejmë dhe gjithkush shërben në atë mënyrën e vet. Unë shërbej me këtë sepse është pasioni jem, edhe e baj me dashnin më të madhe. Kurse ti një zgjedhje që e ke bë për veten tënde në një kohë ku ti je betu, i ke premtu vete se nuk e me ble, ke bë kombinime, ke studiu, ke lexu se çka është e mirë, dhe mbi gjitha është natyrale, do të thonë është një diçka që nuk ka kimikate, nuk ka diçka damshme për trupin ton. Ke ndihmu po ashtu mu shëru një person që ka qenë 16 vite në atë gjendje që ata që e kanë psoriazën e dinë se si është, dhe kjo është vërtet një mrekulli, është një mrekulli. Hajde na fol pak përpara se ta përfundojmë këtë intervistë. Po, tash po folëm për personin që ka qenë në retret Valentin, se ti e din që nuk më mi theksu këtë gjuhë angleze, këtë fjallën, po mënej, që thejshe nuk di me përshkru retreatin, pasha zëtin s'kishe pas faj. Ja, ku shumë ka vetë, thash ja që tash për besoj Valentina 100%, se për një men nuk kesh përshkrem, nuk po dishe që është me përshkru. Kur onesëm na për rrugë, erë bashkëshorti më na marrë dhe onesëm na tash i për aeroport, për aty tash, e adim për thash të shotë më duk. Se kur dojla pi gjenetit, e din e lash gjenetin që atje thash, për një me jakëm bësë kur a i djollët, shka bujnë tash ti ata pa ty që s'ka thonë mamë. Tash, a mbesën që me të kryt shtremt atje su kur në gjenet. Unë që ashtu më jemi përshkru, se na nuk e di në të shërë gjenetit, unë gjenetin e gjallë e këm pa në retret. Qatë ka pas, mrekullina ka ndodhë qatë për qatë. E mura, tash te po flasëm për personin pjallë, për 16 vite radhazi që ka vujt prej smundjes lëkurës, shrecekete. Edhe Valentin, kër e këm marrë, e këm qunë dhëmë, hera e parë, unë që pa ta pregadit këto, edhe ja pa ta dhonë një energji t'jashtë zakonshme, me krejt shpirtin edhe me krejt ndjenjat e mija, që është di ashtu atë dashurin që më buram, për më duket e kam një kruve qëto, që më rrjedh dashuri, edhe krejt komplet ja kom dhonë me shpirt e me zemrë, edhe kam thoni, kam premtu vetës që Valentina, në retret, programat që kanë mu mojt, dhe më thonë, Valentina për mrena, unë e për jashta, këna me bo një kombinim t'jashtë zakonshëm, edhe pasha Allahin ditën e parë, kur e kam ly me durët e mija, pa dorza, pa kur gjoja, kum ly atë person, që kur i shoh fotografit që ta shte, edhim për një mesëm vjen shumë është e qudetshme, edhe i kum bërtit, edhe kështu pak me fjallë, thash nga. Pasha Zotin, thash ti nuk jetu dash, thash mu shëru. Edhe mi hapi sytë. Thash, Valentina, shka tu thonë tonë kuën, shka janë tu spjegu, a i keni vesht e hapën, a synina, a i keni mshil krejt. Nëse ti nuk e liron vetën, nëse ti nuk dënë, nuk e pranan, ti nuk i më shëru. Ti tash, sa të rina që tu në retret, kombinim voj jem me terapit e Valentinas, ti për që tujt nuk i me shkun që gjendje që shpët shane. Edhe i ke pa dhe vetë fotografit, edhe jam shumë ekstreme lumëtër.
Shumë jam e lumtur, unë kam edhe një rast tjetër në shko për 9 vite që s'kam mujt kryt me qit një stak prej krumzës, edhe do me thonë kryt javës, aja veç falenderimet nuk nalën korë. Unë jam shumë e lumtur, oj Valentin, se unë nuk e kam për nevoj edhe serumin. E kam kriju me shpirte, me zemër, aja ka ardhë se thaj ke virusi, na lindu me vullën e suksesit që to që e kena. Edhe do me thonë vullën e suksesit tem ka qikja. Do me thonë pikërisht që unë kam mas meditime, mas terapive që i kam bë, kam arrit të që kja pjesë të serumi. Po mu shkam bënd lumëtër, mas shumë të mu që më bënd lumëtër, unë bënd kur unë ishon njerëzit që shëruhen. Edhe prej terapive, do me thonë, edhe shpirti se trupi nuk është i smut as njëherë që shë ke cek 100 video tua ka, që shë ke cek që as njëherë trupi nuk është i smut, po shpirti, edhe shpirti është i përjetë shumë, nuk e banat barë edhe ja gjunë trupit. Do me thonë, teri sa ta kuptoj njerëzit që smundja nuk ekziston, na vetë krijojna smundjen, me mendimet e tona, na jena architekt jetës tonë, që na dojna edhe na e krijojna jetën tonë, unë e krejt komplet që tu i kam mësu në var akademi, mrena në akademi. Asnjëherë nuk moj unë me thonë që tash ti se valloj, unë i kom ditë vetë, po mëre se ka shumë njerëz, edhe jam prek për shumë njerëzve që kanë qenë pikërisht në akademi, edhe dalin, thojnë se unë po di vetë. Jo, në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Kur njëtë tash nuk e di që është vjen njëta, cili ka me, qysh ka me qenë, vitë zote, unë vizualizimet e mija i kam ba, mirë po, konam, ati ku përfundojna nuk e di, ama gjithmonë e jetë, nëse gjithë intervjist që ka me ba për serumin ta, ki me qenë, emri ëtë ka me qenë gjithmonë prezent, i yti edhe i virusit, edhe akademia. Faleminderit, shumë faleminderit, Sheribane, shumë faleminderit. Suksesi juve është dhurata jeme ma e madhe, si që dini. Edhe unë vërtet ju më bani dhurata çdo ditë, ju pa të arte, forca ju të shërby me dashuri, me dhuntit e juja, me vlerat e juja, dhe jetë bom mrekulli, unë e kam pa shumë fotografi që mi ke dërgu edhe jeni inspirim për krejt grupin e akademis, jeni inspirim për shumë femna, je inspirim për krejt njerëzit të cilët hala nuk besojnë në vetje dhe hala nuk besojnë se mujnë ata me kriju diçka ose mujnë ata me dhonën këtë jetë. Unë të falenderoj shumë për këtë intervist, e di se ke ndihmu shumë, e di se fjalët e tua kanë me arrit tek zemrat e njerëzve, edhe të falenderoj shumë që ke qenë bashkëpunëtore e një manifestimi shumë të madh, ajo po ashtu e largoj ose e zvogloj gati komplet edhe një tumor në trup. Ajo ka ndodhur gjatë ritriti sepse energjia atje, terapi që atje bëhen, siç e tha dhe Sheribania, nuk mundemi me spjegu ritritin se shka krejt ndodh aty dhe gjërat që ndodhin live, shërimet që ndodhin live, nuk muj mu përshkru me fjalë, sepse gjithçka është unike, gjithçka është e momentit, është në sinkron me kërkesat e krejt atyre njerëzve që janë aty, dhe unë punoj shumë intuitivisht, edhe njerëzit marrin ato se shka kanë nevojë për momentin. Po ashtu gjatë ritritit kësaj Sheribanes ju kanë manifestu edhe disa gjëna të sajna që e di se kanë me i pru shumë të mira njerëzve fillimisht, pastaj edhe kësajna. Të falenderoj shumë që more pjesë në këtë intervist, falenderoj për energjin tane, të falenderoj shumë për dritën tane, vazhdo me ndryshu, vazhdo me punu në veti. A keni mesazh të fundit për krejt njerëzit që po e shikojnë këtë intervist në këtë moment? Kam unë shumë i Valentinon edhe të në ditën tej nesër me pullur, e kam shumë mesazhe, me thonë njerëzve, vis një mesazh për thamë. O njerëz, nëse asni sen nuk ju bënd të lumtur, i keni gjitha, mirë po e keni një zbrastim mrena vetës t'juvë. O ju kisha lut me zemër e me shpirt, që to keni me gjetë lumturien. Kjo është të sen që jeni të lypë për jashta, bënd në që është mrena juve, ka të shmi kanë të në ru shtete e qytete për me lypë lumëtoria është mrena vetës tonë. Une për vete e kam gjetë në akademi, edhe te i momentin që jam kyç në akademi për me video, hajtë se i këqyri, hajtë se i shikaj, është jo. Ndryshe është kur t'jesh mrena në akademi. Unë gjithë i kisha ftu me shpirt e me zemër, së kur në të babët, po thojna kështu. Te Valentina se e di që to shërimi, për besë kur unë jam shëru, që jam konë në fund,
Nëse edhe on qela, sikur qaj dranafili ma herët që ja tregova, nuk ka me met njeri pa e gjithë vetën në akademi, se shërimi është mrena neve edhe mos hezitoni veprani për vete e kene. Valentina s'ka nevoj, i ka gjithat mirat. Na, për vetën tonë, si cili kush ka bujna për vetën, edhe jo, nëse e do një vetën, i la që është. Faleminderit shumë të përqafoj shumë. E ne dyja shifemi nesër në mëngjes me programin tonë, 21 ditë meditim. Vërtet inspirim, fjalët e tua i kam ndje fuqishëm, buroj nga thësia jote, të falenderoj për sinceritetin tanë dhe që i ndje e hapun dhe e lirë me folë për gjitha këto. Të falenderoj shumë. Unë të falenderoj me shpirt e me zemër, ty, stafin, akademien që është mrekullia vetë. O Zot, falemderit. O Allah, falemderit. Se one një në kështu me këtë stilin tem. O Zot, jam shumë e lumtur dhe shumë mirë njohëse, shumë falenderuse dhe gjithmonë ka me qenë falenderuse tejtë e Zotin altë. Ju dua, ju jeni gjithmonë e jetë shpirti dhe zemra ja. Faleminderit Sheribane, faleminderit. Unë besoj që nuk do jetë kjo intervista a fundit e jona. Do të tregojmë edhe shumë suksese tjera. Faleminderit shumë, mirë pafshim. Mirë pafshim, faleminderit edhe ty.